Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore është mbledhur këtë të premte. Deri më tani janë caktuar 6 ekspert, 3 nga Partia Socialiste dhe 3 nga Partia Demokratike. Nga mazhoranca janë zgjedhur Viktor Gumi, Elena Gjina dhe Dardan Malaj, ndërsa nga opozita Altin Kazai, Muharrem Çakaj dhe Arjan Madhi. Bashkryetari Damian Gjiknuri tha se brenda 2 javësh do të ketë tryezë me të gjitha partitë për ligjin për financimin. Financimi partive politike është një çështje që kërkon vëmendje, nuk është shumë e debatueshme, në fundit ne kërkojmë bëjmë një ligj që të jetë dhe transparent dhe llogaridhënës, por njëkohësisht të krijojmë mundësi partive që të përmbushin kërkesat e ligjit. Nuk është çështja të zhdukim parti, po të formalizojmë sjelljen normale të partive politike. Do të zhvillojmë një tryezë me OSBE-n, sepse e kemi diskutuar më parë dhe janë të gatshëm bashkë me Odirin, një tryezë konsultative me të gjithë aktorët, pra partitë politike, shoqatat, pra organizatat jo qeveritare, institucionet cilat kanë kontribuar ndërvidhje për sa i përket çështjes së financimit të fushatave zgjedhore apo financimit të partive politike, të jenë një tryezë të gjerë. Shpresojmë ta zhvillojmë brenda 2 javësh, data do t'ju njoftohet dhe në këtë tryezë do të diskutohen të gjitha pikpamjet, sugjerimet dhe mbas kësaj tryeze ne jemi në gjendje që të arrijmë në një konkluzion me një draft të dakordsuar për të vazhduar hapat e mëtejshëm. Pavarësisht se drafti apo ligji i partive politike dhe i financimit të partive politike kërkon 71 vota, majoranca e ka thënë në fjalën e saj që ne këtë ligj, gjersa e futëm në objektin e punës Komisionit të Reformës Zgjedhore, duam ta trajtojmë në mënyrë konsensuale. Nuk është ky ligj që krijon avantazhe njëres apo tjetrës parë, përkundrazi, do të stabilizojë rendin juridik për sa i përket financimit partive, do vë rregulla për transparencën, për llogaridhënien. Nga ana tjetër, Oerd Bylykbashi u shpreh se nuk duhet përsëritur viti 2020, kur dakordsitë e arritura u prishën dhe në parlament u votua diçka tjetër. Ajo që ndodhi në fundin e vitit 2025 ishte një tregues shumë i rëndësishëm se çfarë mund t'i ndodhë këtij komisioni. Dhe çfarë nuk duhet të ndodhë me reformën zgjedhore. Nuk duhet përsëritet kurse si ajo që ka ndodhur në vitin 2020 dhe që u ripërsërit me momentin e votimit të avokatit të popullit, kur dakordsitë në vitin 2020 u arritën dakordsi politike. Dhe më pas se gjitha u prish. Në parlament u votua diçka krejt tjetër. Ky komision ka për objekt, edhe për mënyrën se si është i ngritur, edhe për traditën që ka respektuar, ka për detyrë që t'i trajtojë rekomandimet ose Odirit, të arrijë në vendimarrje politike dhe të hartojë ndryshime legislative që kërkojnë 3/5, ta bëjë këtë me konsensus. Agenda parashikon dhënien e detyrave për adresimin e pikës së parë të kalendarit të punës, financimi i partive politike jashtë fushatës zgjedhore dhe organizimin e një tryeze konsultimi me partitë politike dhe organizatat e shoqërisë civile lidhur me projektligjin e diskutuar në komision.